Maj, një ditë e cila përkujtohet si dita e dëshmorëve dhe që shtrihet e zëvendë në çdo cep të Shqipërisë, ku gjenden përkujtimore dhe memorialet e heronjve tanë. Kjo është dita e mirënjohjes së përjetshme të të gjithë atyre djemve dhe vajzave shqiptare, të cilët dhanë jetën për lirinë e Adleut në luftën nacional shërimtare. Ka nisur kështu mëngjesi i kësaj dite pranverore në Tepelen, e cila mbush gjithmonë edhe më shumë me këmbësor rrugën gjerpërueshë që të çon për në pasqie, aty ku njerëz të ndryshëm, personalitete, fëmijë, motra e vëllezër të të rënëve apo një përembesa, sikur shohim në pamjet filmike, vijnë me tufalulësh në duar për nderuar kujtimin e shenjtë të gjyshrëve e stërgjyshrëve të tyre, sikur ju kanë treguar më të rriturit. Obelisku duket se sot pas ka vëmendjen e të gjithë qytetit dhe flamujt e vendosur në radhë dhe japin përshtypjen duke të kthyer pas në kohë. Atje, në kohën e luftës për liri, tek valviteshin si zogjt flatrat kur prekniqihet për herë të parë në fluturim. Dhe ja ku gjendemi, përballë atyre gurve me emrat e shqiponjave gdhendur, mes njerëzish shohim këtë nën me lulën e duar, teksa gjithë shkallët e gurta për të zbukuruar të paktën për pak kohë të mermeri që mban brenda vetes si mal trimërie, e për të shkëmbyer kështu dy fjalë malli, deri e lavdie. Përveç kësaj, besoj nga të gjithë, nuk mund të mos binde në sy kostumi i atij burri thinjosh, që mban mbi gjoks historinë të shkruar në dekorata, e fshehur nën kapel gjithë vuajtjet e sakrificat e luftës për atë. Duke përshëndetur me kurora në duar të gjithë bashk, ashtu sikur ju ka hyrë këtyre luftëtarëve të pavdekshëm, ngjitim shkallët për t'u drejtuar memorialit të lirisë me përulje dhe nderim. Perché tu soti lungo orietoi.
Super kule, ga shtasnu I etu Ndahemi këtu për të drejtuar drejt muzeut historik të qytetit dhe për të prekur më nga afër historinë e mbyllur brenda këtyre mureve, të atyre njerëzve që lanë pas një histori e cila na bën të ndihemi krenar për atë çka jemi sot. Dhe ja ku jemi, përballë stendës së flamurit, ku gjenden të shkruara me gërma të arta 527 dëshmorët e këtij qyteti, e ndërsa shohim me kërshëri emrat e tyre të lavdishëm, pas nesh qëndrojnë heshtur Mete Progonati, Abbas Sheu e Mustafa Matohiti. Emocionet shtohen edhe më shumë kur shohim armët e tyre, që duket se heshtjen se kanë as pak qejf. E duan të na rrëfejnë se si janë shkrepur e ndezur duke kënduar me këta njerëz të mëdhenj këngët e luftës për liri. Mbresat e kësaj dite kaq emocionale s'mund të përshkruheshin përveç se me gjurmën fjalësh tek ky libër kujtimesh nga djemtë, niprit dhe bashkëluftëtarët e tyre.